Hyrja e Romir Zalla në ferma VIP ka qenë një nga surprizat më të bukura dhe më të komentuara të këtij sezoni. I njohur për publikun si një nga figurat më të dashura të humorit në spektaklin Portokalli, ai ka sjellë menjëherë një energji pozitive dhe një frymë ndryshe në fermë. Romiri është një aktor që prej vitesh ka bërë publikun shqiptar të qesh me rolet e tij, me batutat spontane dhe me stilin e tij unik. Por hyrja e tij në ferma VIP tregon një anë tjetër të tij, njëri që nuk do të mbetet vetëm te humori, por dëshiron të tregojë veten në një dimension më të plotë. Vet ai u shpreh se nuk e kishte menduar kurrë që do të bëhej pjesë e një formati të tillë. Për një artist që është mësuar me skenën dhe publikun, jeta në një fermë, larg komoditeteve dhe në një ambient ku çdo gjë është reale, është një sfidë krejtësisht ndryshe. Dhe pikërisht kjo e bën pjesëmarrjen e tij edhe më interesante. Deklarata e tij "jam si një kal" i bëj të gjitha punët u bë menjëherë virale dhe u pëlqye shumë nga publiku. Kjo fjalë tregon jo vetëm humorin e tij karakteristik, por edhe gatishmërinë për të punuar dhe për të përshtatur me jetën në fermë. Në një reality show si ky, ku puna fizike dhe pjesë e përditshmërisë, një qëndrim i tillë është shumë i rëndësishëm. Por përtej humorit dhe energjisë, Romiri theksoi edhe një element kyç, komunikimin. Ai e sheh këtë si çelësin për të ecur përpara në lojë. Në një ambient ku jetojnë shumë persona me karaktere të ndryshme, komunikimi bëhet arma më e fortë për të shmangur konfliktet, për të krijuar aleanca dhe për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme. Pjesëmarrja e tij nuk është vetëm për lojë apo për argëtim. Ai vetë ka theksuar se dëshiron të tregojë kush është në të vërtetë përtej rolit të aktorit. Kjo është diçka që shpesh publiku e kërkon, të shoh personin pas personazhit, të njohë anën njerëzore të figurave publike. Në fermë, ai përballet me situata që nuk kanë lidhje me skenarin apo aktrimin. Këtu nuk ka regji, nuk ka prova, çdo gjë është spontane dhe reale. Dhe kjo i jep atij mundësinë të tregojë vlerat e tij si njeri, punën, durimin, humorin dhe mënyrën si ndërvepron me të tjerët. Banorët e tjerë e kanë pritur me interes dhe kurreshtje, ndërsa publiku është menjëherë i përfshirë në çdo moment të tij. Shumë e shohin si një nga figurat që mund të sjellë balans në fermë, duke ulur tensionet me humorin e tij, por edhe duke qenë aktiv në punët e përditshme. Në fund, hyrja e Romir Zalla në ferma VIP nuk është thjesht një shtesë në listën e banorëve, është një element që i jep më shumë jetë dhe ngjyra spektakli. Ai vjen si një figurë e dashur, por me një mision të qartë, të tregojë se është më shumë se një aktor humori, është një njeri që di të përballet me sfida dhe të japë më të mirën nga vetja në çdo situatë.